أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi të konë Allahut subhanahu wa taala, mëshira Allah të qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në kapitullin të cilin autori Ibn Battah Allah subhanahu wa taala e pas mëshirua në librin e tij El-Ibana, në kapitullin përmendja argumenteve të cilat kanë ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat tregojnë se Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është që Allahu subhanahu wa taala flet. Dhe cilësia e Allahut subhanahu wa taala të folurit nuk është e krijuar, por është e pafillim edhe pa mbarim, sikur që është i pa fillim edhe i pa mbarim vetë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka përmend, aleikum selam rahmatullah, autori argumente të shumta, ajete të shumta, të cilat tham nuk do t'i përmend të gjitha për shkak të numrit të madh të tyre, të cilat direkt tregojnë se Kurani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala e zbritur te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe autori ka shënu hadithe të shumta, të transmetuara të sakta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Kurani nuk është i krijuar, për tyre ajo që me të cilën argumenton te Imam Ahmedi, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dua dhe i kërkonte mbrojtje Allah subhanahu wa taala me fjalët e tij. A'udhu bi kalimatillah, i kërkoi mbrojtje Allahut me fjalët e Allahut. At-tama, fjalët e cilat janë të plota, thonë nuk kanë mangësi, për shkak se cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të gjitha janë të mira dhe nuk kanë mangësi, asnjë prej cilësive të Allah subhanahu wa taala. Min sharri ma khalaq, kërkoj mbrojtje prej fjalëve të Allahut, prej çdo sherri që është i krijuar. Më konë se Kurani të jetë i krijuar, atëherë ai që kërkon mbrojtje nga çdo sherr prej diçkaje që është i krijuar, ai del prej fesë e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se mbrojtje nga çdo e keqe kërkojmë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka përmend Kur'an, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ne kemi zbrit pjesë në Kur'an të cilat janë shërim dhe mëshirë për ata të cilët janë besimtarë. Të çështjet e kaderit kemi përmend argumentet se sëmundja vjen prej Allahut subhanahu wa taala, edhe shërimi vjen prej Allahut. Shkaqet të lejuara të përmendura në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kush është ai që shëron? Allahu. Fjalët e Allahut subhanahu wa taala shërojnë, atëre nuk ka mundësi me qenë ato të krijuara dhe me e prua shërimin, atë që shërim e bjen vetëm ajo ose ai që nuk është i krijuar, ajo është Allahu subhanahu wa taala. Në temën e sotme, autori ka përmend 3 çështje të cilat janë me rëndësi pastaj për besimtarët në praktik, për shkak se në aspektin teorik, në aspektin e besimit,
Falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala se fitnia e Kur'anit që njihet ka kaluma, nuk shifet që kanë muslimanët rrezik se bëhen mushrikin ose kuffar, aleikum selam rahmatullah, për shkak të fitnes problemet të Kur'anit, për shkak se kjo u te kalu. Ata të cilët e njohin veten e tyre si besimtar, pasues të librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma nuk e kanë këtë problem. Ose nuk është problem i cili shifet si rrezik për devijimin e ummetit. Rreziqet për devijimin e ummetit vazhdojnë, por janë të natyrave të ndryshme. Dhe përmendëm në dersën e kaluar se njerëzit të cilët kanë dituri duhet me u fol njerëzve për rrezikun aktual që i nxjerr ata pe feje, ose nëse është më shumë se sa një rrezik, për rreziqet aktuale me të cilat ndalin njerëzit pe feje. Dhe si shembull bëm krahasimin e atij që ka dituri me atë që është mjek, ose me ata të cilët kanë dituri dhe ata të cilët e njohin anën e mjekësisë. Ata të cilët kanë dituri fetare, për me ik prej problemeve, flasin për temat e kaluara, Islami janë ato. Për ato ka argumentin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por janë temat kaluara, kanë shku moti, dhe për ato tema si ngus kërkush. Shkallaj është me dal me thonë kushdo që thot Kur'ani është i krijuar është kafir. Se ngus kërkon me këtë punë mo. Tash dush me thonë kushdo që pranon legjitimitet tjetër përveç asaj që e pa Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është kafir. Në këtë problem do të më marr tash. Kushdo që e bën halalin haram edhe haramin halal, ky është kafir. Në këtë çështje do të për momentin. Kushdo që u ndihmon pa besimtarve kundër besimtarve, ky është kafir. Kushdo që për problemet e cilat i prekin njerëzit për momentin. Për shkak se problemet të kaluara të Faraonit gjatë ditën thonë ka qenë mushrik, ka qenë kriminal, ka qenë ashtu, ka qenë se mos kërkosh. Ata që kanë thonë Kurani është i krijuar me kon bidatxhie, do të më fal mas tyre se janë besimtarë, gjithë ditën shoj ata, nuk është problem. Dhe këta për këto ngjiten atje. Ose lloji i dytë e atyre të cilët kanë dituri dhe flasin për ngjarje të cilat kanë menduar, çka ka më ardhur një zaman i vështirë, mas 600 vjet, ai zaman i vështirë ka më ardhur, edhe për shkak ka tekste ata kanë më ardhur, por na me gjos nuk jena gjallë në zaman hiç. Leti ato probleme shka vinë atëherë. Vështirësia me të cilën përballemi tash, problemi që neve tash na rrezikon fen tonë. Dhe thamë se këta janë të njëjtë me ata mjekë të cilët në popujt e tyre ka ra epidemi, ka ra smundje e madhe, ose kanë ra smundje të shumta, ata thonë një kom do smundje përpara 1000 vjetëve kështu e kanë shërimin. Kanë më ardhur do smundje mas 1000 vjetëve kështu e kanë shërimin. Allah mirë për ato që kanë kaluar, ato që kanë ardhur për na të smut tash, na tash më dona me vdek. Tash çysh ka mundësi me u shërue njëri për kësaj. Nëse i shifni sistemet njerëzore gjithmonë, e shifni se në kohën kur komunizmi ka qenë fuqi, plot prej hoxhallarëve kanë thonë komunizmi është i mirë. Qa thot Kurani, qashtu komunizmi. Mi a thonë kitë barabar. Njerëz që e kanë mbrojt. Tash ka kaluar ajo ku, njerëzit kanë vdek në komunizëm, mushrikin, e tash shohin pa problem, komunizmi ka sistemi keq, ajo ka ashtu. Po pse be burra s'fashni kur ka komunizmin në fuqi, çfarë? Ju kallëzoj njerëzve se ata njerëzit që kanë vdek, ata shkuan më ti gjithë ditën kallëzoj keqen e komunizmit se sot të dash kërkush komunizmin më. Ka kalu më ajo. Ose sistemi mbretnive të kaluar se mbretnive tashme apet zgëzojnë me fol. Mreti ka këtë durë punë me një dorë, ajo s'është e drejtë, po pse s'fal që atëherë kur ka pas mreti fuqi e ndorse. Tash njerëzit vdiqën ata që adhurun. Edhe si ka këshilluar kërkush, nëse po them për me arsyetua ata për shkak se edhe çështja atyre është e sqaruar në librin e Allahut dhe
në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por jemi duke folur për amanetin atyre të cilët kanë dituri dhe diturinë e tyre nuk e zbresin në çështje të cilat janë aktuale, ose ata të cilët e kanë për detyrë me i mbrojt njerëzit e tyre. Ata që e kanë për detyrë me mbrojt veten e tyre, ata se mbrojnë veten e tyre, e kanë detyrë me mbrojt familjet e tyre, se mbrojnë familjet e tyre. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, o ju besimtar, ruani veten dhe familjen e juve prej zjarmit të xhenemit, ai veten e çon çaty, edhe familjen e çon çaty. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala, në tjetër thot Allah aty kallzoi për ata të cilët janë më të humburit, ata qysh në këtë dynjë e kanë humb veprat, janë të menuar se janë të bë diçka. Meni atinve se janë të bë mirë, kur gjasje të bë mirë. Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim, njerëzit më të humbur, më të devijuar, më të devalvuar janë ata të cilët ditën e kiametit veten edhe familjen e vet krejt në xhenem i qojnë. Pse ke shkuar në xhenem se ke bërë këtë punë? Edhe kom shti pastaj familjen, i kom marrë edhe fëmijët edhe krejt në xhenem. A din çfarë humbje e madhe me që veten e familjen dhe me që njerëzit pastaj njerëzit e tjerë. El ulema'u warathatul anbiya. Në hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ne pejgamberët nuk trashëgojmë ose nuk lëm trashëgimi mall, arjas, argjend, po trashëgimia jonë është dituria, fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash kushdo që ka dituri fetare, islame, ka pjesë në trashëgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shembulli im është sigur shembulli i atij i cili është afër një zjarri natën. Dhe në zjarr natën vinë krijesa të ndryshme, flutra, miza të ndryshme për shkak se shojnë drite. Ato mendojnë se janë të shkuar mirë, po ai është zjarm, kur të vinë aty, ato vinë edhe digjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, unë jam ai që i mbroj, mos me art të zjarmi. Tash trashëgimtari pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dituri i thirr, hajde hini në zjarm, hajde hini në zjarm. Ky është dallim i madh. Është tradhti në trashëgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fundi, a mundesh me kallëzue veç që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka kur gjë më shumë hiç. Hiç asnjë gjë, veç ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka. Nëse del një problem për pse ka thonë Allahu, po në të dalin Allahu se s'është funi i botës. Nëse del një problem pse ka thonë pejgamberi, ti mos e qit asnjë fjalë tonën hiç. Asnjë hiç, veç ka thonë Allahu kështu në filan surën, filan ajetin. Që kaq? As po ta komentoj, ti kuptoj që ç'dush vet, unë po ta them vetëm që është e shkruar. Hadithin e saktë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është i shkruar, kur gjë më shumë hiç. As s'po jep koment, as përmendje kërkon, as nuk jap sqarim, as po të kur gjë s'po të më, vetëm ka thonë Allahu për këto në këtë ajet kështu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë ajet, hadith kështu. Çka është tani ti ndesh kuptoje, ndesh mos e kupton, ndesh merr, ndesh mos e merr, ndesh puno sipas asaj, ndesh mos puno, ajo është çështja jote. Ja ayyuhar rasul, Allahu ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o pejgamber, belligh ma unzila ilayka min rabbik, ti kallzo veç çka të ka thonë Allahu ty. Wa in lam taf'al, nëse s'kallzon, fama ballaghta risalatahu, nuk e ke quajtur në vend shpërndarjen asaj që të ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Te çështja e Kur'anit, autori tash përmend 3 çështje, të cilat janë praktike për neve, duke ditë se Kur'ani nuk është i krijuar, Kur'ani është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, si problem i të kalu ma për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Por çështje praktike janë 3. E para, thotë Allahu subhanahu wa taala: Innehu le Kur'anun Karim. Ky libër është Kur'an i nderuar. Fi kitabin maknun, në libër i shkruar. Edhe në libër që e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala në Lauh Mahfuz, edhe i zbritun e që e kanë shkruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë që Allahu ja ka thonë Gjibrilit e Gjibrili ja ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk bën me prek Kur'anin kush nuk është i pastër. Kjo është çështja e parë praktike që është me neve. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk duhet me kap Kur'anin, me prek mushafin, përveç se atyre të cilët janë të pastër. Pastërtia në Islam është 2 lloj. Pastërtia shpirtërore dhe pastërtia fizike. Shumica e dietarëve të ehli sunetit, të cilët Imam Buhariu, Allahu subhanahu wa taala pas më shëruar, i ka përmend me emra, janë të mendimit se nuk duhet me prek Kur'anin as ai që është i papastër në aspektin shpirtëror, as ai i cili është i papastër në aspektin fizik. Papastërtia në aspektin shpirtëror është kushdo që ka shirk të madh, kushdo që ka kufër të madh dhe kushdo që ka munafiki të madhe është i papastër. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: innamal mushrikuna najas. Mushrikt janë të fllihur. Najas është papastërti. Ata dhe me shti me la 20 herë ditë, ata janë flisht. Se nuk është probleme që s'ula ai në fizik. Problemi është në mrena fllihësinë e ka me shirkun e tij, me kufrin e tij dhe nifaku i atij që është nifaku i madh që e nxjerr prej feje. Kushdo që ka këto 3 ose 2 prej tyre ose vetëm 1 prej tyre, nuk duhet me prek Kur'anin. Nuk lejohet me prek Kur'anin, hiç as me prek. Pastërtia fizike gjithashtu në Islam ndahet në 2 çështje. Pa pastërtia për shkak të fleqësisë dhe pa pastërti llogaritet edhe ata të cilët nuk kanë abdes. Pa pastërtia për shkak të ndotjes nga ndonjë fleqësim ose për shkak të asaj që në shariat njihet gjunub, njeriu është i papastër. Dhe papastërti llogaritet lloj që nuk është i nivelit më të lartë, është mos me pas abdes. Dhe dietarët e sunetit janë të pajtimit se të gjitha llojet e papastërtisë, kushdo që e ka një prej tyre nuk duhet me prej Kur'anin me dorë. As ai që nuk ka abdes prej muslimanëve, as ai që është gjunub prej muslimanëve, as ai që i ka durët e zhytura prej muslimanëve, dhe as ata të cilët nuk kanë iman. Dhe kjo është komenti më i saktë e fjalës së Allahu subhanahu wa taala: la yamassuhu illa al-mutahharun. Nuk lejohet me prek Kur'anin vetëm se ata të cilët janë të pastër. Pse Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë këtë nivel të lartë të respektit fjalës së tij? Për shkak se fjala e tij është cilësi e tij. Për shkak se fjala e tij është cilësi e tij. Dhe në respekt të cilësisë e Allahu subhanahu wa taala nuk e prekmi as me dorë kur jemi të papastër atë në të cilën janë të shkruara fjalët e Allahu subhanahu wa taala. Ajo në të cilën janë të shkruara fjalët e Allahu subhanahu wa taala në aspektin material të gjitha janë të krijuara. Letra është të krijuar. Lapsi me të cilën shkruhet është i krijuar. Ngjyra me të cilën është shkruar, këto janë krijesa, s'jem të fol për këto. Jem të fol për fjalët e Allahut që ka thënë Gjibrilit. E Gjibrili pastaj ka sjell pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të fjalë janë të regjistruara në Kur'an. Këto fjalë kur i ka thonë Allahu subhanahu wa taala janë prej cilësive të Allahut dhe të cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk janë të krijuara.
Po kjo është çështja e parë, besimtarët me pas parasysh se Kur'anin nuk duhet me prek pa abdes. Dhe mos ta llogarit dikush si vështirësi se tash pata me lexue, po tash se po duhet me marr abdes ti vetë të ke pas se vetë me lexue hiç. Se më pas një që është marr abdes se ki gale hiç këtë punë. Kjo është arsye e kurth. Dhe për këtë kanë folur dietarët në çështjet madhore të besimit. Ka disa njerëz të cilët për namaz thonë 5 herë në ditë shumë. Të shkojnë veç në xhumë dhe ka që falin me xhumë, thonë në rregull. Dietarët thonë ky është rëndë. Se ky edhe xhumon her pas here e lën. Në argument për këtë kanë sjell tregimin e Musës alayhi salatu wasalam me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë Miraj, Allahu subhanahu wa taala ka obliguar me namaz dhe ka obliguar me 50 kohë namazit. Pastaj biseda mes Muhammedit dhe Musës deri në 5 kohë namazit. Pastaj në 5 kohë namazit Musa përsëri ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ktheu thuja Allahut më pak. Për shkak se problemi kanë pas 2 vakte si kanë fal. Kurse muslimanët të cilët i falin 5 vakte, betojnë në Allahun se edhe 50 mi pason Allahu dhe 50 ishin fal. Këta si kanë problem për numër. A ka thonë Allah 50, 100. A është kusht ky për iman? Po, ata të cilët kanë iman e realizojnë. Falëndrimi takon Allahut që i kalon 5 dhe shpërblimi për këto 5 është sikur me fal 50. Por disa njerëz i kanë pas veç 2 si kanë fal. Nuk është problemi te numri. Edhe ai që don me lexu Kur'an thotë kesh të lexu, po tash si e mora vesh meselën që s'bën me lexu pa abdes, tash meta pa lexu, ky se ka pas net me lexu hiç. Se më konë që është i sinqert, e merr abdesin se ka shpërblim edhe për abdesin, pastaj ka shpërblim edhe për Kur'anin dhe ruhet prej ndalesës me të cilën ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë, Kur'an, çka llogaritet Kur'an të cilin nuk bën me prek, edhe këtu ka një lehtësim për besimtarët. Kur'an llogaritet vetëm Kur'ani i cili është në gjuhën arabe, i cili është mes 2 koreve dhe nuk ka në te fjalë të tjera. Nuk ka komentim, nuk ka përkthim. Ky llogaritet Kur'an. Kur'anat të cilët i kemi na të përkthim në gjuhën shqipe, një pjesë janë pjesa faqja e Kur'anit, pjesa tjetër është përkthim, ky nuk llogaritet mushaf, këto bën me prek edhe pa abdes. Për shkak se kjo është komentim i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, nuk është mushaf Kur'an, për të cilin ka ardhur ajet la yamassuhu ila al-mutahharun, nuk e prek atë për vetëm se ai i cili është i pastër me abdes, është vetëm ai mes koreve të cilit gjenden të shënuara vetëm fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Pra këtu nuk bën pjesë Kur'ani i cili është me komentim, tefsiri, as nuk bën pjesë Kur'anat të cilët janë me përkthim. Gjithashtu nuk bën pjesë edhe telefonat të cilët nuk e kanë në veten e tyre vetëm Kur'anin, ai ka 100 funksione të tjera, ose më shumë po prej tyre ka edhe Kur'anin, domethënë nuk është që s'lejohet me prek Kur'anin telefonin për shkak se aty është Kur'ani. Nuk është se s'bën me prek Kur'anin me përkthim se aty janë faqet sakta si pa Kur'an, të cilin nuk duhet me prek pa pas abdes, është vetëm ai i cili e njohim si mushaf që mësojmë kur mësojmë edhe fëmijët edhe kreqëm kur mësojnë Kur'anin, kur hin Kur'an, me cilin lexojmë Kur'an, janë Kur'an vetëm ai i cili mes 2 kopertinave të tij janë të shënuara vetëm fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë. Në hadithin e saktë të cilin e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, gjithsecili prej tyre në sahihet e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la tusafiru bil Qur'ani ila ardil adu. Mos e merrni Kur'anin me vete kur shkoni te venet e qafirave. Kjo është çështja e dytë. Çështja e parë, mos e prekni mushafin tu mos pas abdes. Çështja e dytë, kur të udhtoni në venet e qafirave, në venet e pabesimtarëve, shtetet e tyre, venet e tyre, mos e merrni mushafin me vete. Dhe kjo në shpjegimin e të gjithë dietarëve të sunetit për me parandalu që ne me aque në dorë me kap ata me shfletue
të cilët janë të papastër në mbrëmsitë e tyre. Ç'a më bë tash, me marr Kur'an të përkthym, s'ka problem, se ky nuk është mushaf. Me marr Kur'anin në telefon, nuk është problem. Me bleja atje kur shkojmë, nëse ka edhe në shumicën e vendeve ka. Pastaj kur vim, apet me lon me një xhami o me një vend që janë musliman. Por ndalesa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbetet në fuqi dhe nuk ka asnjë anulim të saj. La tusafiru bil Qur'ani ila ardil adu. Mos udhtoni me Kur'an, mos e merrni Kur'anin me vete kur udhtoni në tokat e atyre të cilët janë armiqtë të Allahut subhanahu wa taala. Këtë çështje pastaj ka edhe shumë urtësi të tjera. Prej urtësive që duhet me ditë besimtari është me llogarit pasojën e veprave. Me llogarit çka mundet me ndodh. Nuk duhet me shkuar veç në elementin e parë. Unë kam drejt me marr Kur'anin me veti kur shkoj dikun. Po ki drejt me marr kur shkosh dikun. Ani pse e prek, ai çka ka mund e faj. Thon, kjo është një pasojë që duhet me pas parasysh musliman. Nëse parashihet me një siguri të lartë se veprimi i jot mundet me shkaktue një ndalesë ose një poshtrim fjalës së Allahut, ose një nënçmim, ose një diçka të tillë, dhe kjo vlen edhe për të gjitha rregullat e tjera, nuk duhet me veprue që të vepër. Prej asaj që kanë përmend dietarët, është rasti i Musës alayhi salatu wassalam me atë Benu Israilin. Musa alayhi salatu wassalam kur takua me atë Benu Israilin që ishte pasues i fesë Musës alayhi salatu wassalam dhe kacafyte me një pabesimtar që ishte idhtar i Faraonit, Musa në ndarje sipër e ka godit këtë kundërshtarin e pasuesit të fesë Musës dhe ai ka vdek. Ditën tjetër e ka taku përsëri njëjtin ka savit me një tjetër dhe ka thonë, "Shka bova ti, veç që po del problem me këtë botën." Çka ka vogë? Ja Musa, o Musa, aturid an taqtulani, do më myt mua, kema qatalta nafsan bil ams, që mytën njërin dje. Ja unë se pa tani me kallzu, po ti kallzove Allah, ki pas njet, as ke pas njet ti zbulove Musën alayhi salatu wasalam. Nuk e di ç'është pse goja tani aty qesin 100 arsye, por këto asnjë nuk janë të pranuara. Pas parasysh çka ti thon Musës alayhi salatu wasalam? Çka ti thon njerëzve? Çka ti kallzuar për musliman? Ku është kujdesi jot për mbrojtjen e muslimanëve, për mos shpërfaqjen e një vepre që në gjykimin atyre të cilët nuk janë musliman është e keqe. Jo po në Kur'an në fen ton s'ka gale kjo është kështu. Kjo është kështu, por zarari që vjen prej teje është zarar i rënd. Po çështja e dytë, çështja e parë është çështja e mosprekjes së Kur'anit pa abdes. Çështja e dytë është mos me lejue vet me qit Kur'anin në durt atyre të cilët janë armiqtë Allahu subhanahu wa taala. Dhe çështja e tretë, gjithashtu që autori e përmend në lidhje me Kur'anin, por kjo pastaj zbritet në të gjitha çështjet madhore të Islamit. Ka disa njerëz që gjatë historisë kanë marrë qëndrim neutral. As nuk thojmë se Kur'ani është i krijuar, as nuk thojmë që Kur'ani nuk është i krijuar. Kjo është një hile që e kanë përdorur gjithmonë njerëzit edhe e përdorin hala. Jo vetëm për Kur'anin këtë rast. Këtë rast autori flet për fitnën e Kur'anit. Por çështja zbritet në të gjitha çështjet të cilat janë të rëndësishme së njëjtë. Çfarë thotë? Unë kur jo, as alena as klena. Jo, s'bën kështu. Për shkak se në këto çështje nuk ka mes, ose ka më konë i krijuar, ose nuk ka më konë i krijuar. Çfarë thotë? Unë them as është i krijuar, as është i krijuar. Çish është kjo? Komentatorët e Kur'anit kanë nxjerrë një mësim prej tregimit të Allah, që Allah subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an tregimi me Musën alayhi salatu wassalam.
njerëzit kohën e Musës duke qenë besimtar. Ka shku te Musa alayhis salam, Musa, thuj Allahut një dite në të na ndalon punën, po dojmë me pushu. Njerëz shumë pesh. Pse s'shkoni me pushu që atë dita që doni me pushu për vetes, shënor kërkosh heq. Ja, po dojna Allahu me na i caktuar një ditë, na në këtë ditë s'dona me punu heq, dojmë me pushu. Një herë, Musa alayhis salam ka kërku për Allah subhanahu wa taala me javë ndaluar një ditë këta mos me punu. Dhe kjo është gabim në kërkesa, kur nuk duhet me lutë Allah subhanahu wa taala për një ndalesë. Kur hiç. Kur nuk duhet me lutë Allah subhanahu wa taala për një sprovë, hiç, po inshallah s'na ndodhen sprova kur. Inshallah nuk takohemi me ndalesa sa më pak. S'budojmë sa më pak ndalesa apo as më mirë. Dhe në kuptimin e kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që edhe mos me gjërmua shumë. Leni çështjet nëse nuk janë shumë qartë që është ndaluar, leje, kaloje. Sa jo që s'kan pas diçka argumente, po veç ja më na e bë Allahu haram një ditë me punu ja s'ka. Haram me gjithë aty që ditë s'bën me punu. Po lënë më rasti bëni që duni, ja, po dëna më pas shkrumë. Tamam, kur të lyp njeriu vetë me ngarkue, me atë që nuk e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, pastaj i ndodhin vështirësi. Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar ditën e shtunë me punu për Banu Israil kohën e Musës alayhis salam, dhe ata punën kryesore e kishin peshkimin, se jetonin rreth detit. Masi që e ka ndaluar Allahu të shtunën, bashkë të shtunën Allahu i ka quajtur peshqit të bregdeti. Kjo pastaj është sprovë. Se ti vetë e ke lyp sprovën, e ke lyp ndalesën, tash Allahu ta çon. A ke lyp mos me punu një ditë, po të shtunën s'do të me punu. Kur të shtunën biznesi më i madh. Allah tash mi thonë Allah për hek në ditën, tash hajgare nuk bëhet me Allah. Në Kur'an, Allah subhanahu wa taala tregon ditën e shtunë i vinin peshqit të bregdeti aty me shumicë, shurra. Disa komentatorë Kur'an kanë thonë që kanë dalë gati jashtë ujit, gjysa peshkishve jashtë ujit, tash ata që janë peshkatarë dhe që kanë pas nevojë të pa peshkën që ashtu, me Zoti e qoftë sabër se është vështirë. Ta këtë me ka përbishti. Aq shumë kanë dalë peshqit sa që këta janë dhonë shumë mas këti. Ditëve tjera, thënë komentatorët të Kur'anit, peshqit kanë hienë në fund detit atje. Tash më shkuam në zonë ato dita me vështirësi. Shtunën ja me kap që aty as ka. Dhe kjo është një lloj i fitneve që Allah subhanahu wa taala që njerëzve. Dëgjoni se në hadithet të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur vjen Dejjalli ju jep njerëzve çka bëni. Veç hadini me mua, hadin në partitë e une. Ç'o duni, apo doni orë, ç'ko keni? Ta Dejjallat e tonë s'na japi kurrë. Çka jep ai? Të tërën. Edhe me t'i dhonë kreç që t'jep Dejjalli apet zbën me shkuve, domi dobija, për të mërta këtë trajnatë. Se me qumë drejt, ma mirë se me mashtu Dejjallin s'ka. Na i tojmë ati në haqë se mire kije, a i leve na e pare argent edhe ditën e mirë shumë, logikë shumë e mirë, ama së bënë. Ta shtë vjen Dejjalli t'jep shka dush, nëse shkon me ta, nëse shkon me ta të fanë, krejt, tërë. është kjo shumë problemi ma, të shtunën për shisa dush, dilën gjysë detit atje. Dikush prej tyre, djetarëve të Banu Israilve, se që ka ardhë ideja prej gjahilave, se djetarët i qesin këto ide, si thështë Shekh Abdul Qadir Arnauti, Allah subhanahu wa ta'ala pas me shërue, ka ju shkon mene edhe këtë hoxhallarëve edhe iblisi që ditët, qysh ka shku mene kështu e. A i bëllë është ekspert veç këta, ja ka përcel. Me të bindë që kufri është se vap, është vajgjib, veç ta që iblisi së ne bën kur. Kur hiq? Kur nuk ka mujt iblisi me bindën dikon që kufri është farz, kur hiq, nuk ekziston. As një rast i tillë, kur nuk ekziston. Ta i bindin. Kanë thonë djetarët e tynve, tamam në atë shtunën nuk zonë peshë që se është ndalume, po shkruan tekst. Por, ne qesmi rjetat premten, ma anena ujit, edhe e lëm kurthin që kur t'hinat atë shtunën, rjetat aktivizohen vetë. Peshqit mesin rjeta,
Na shkojmë morë me dillën. Pasha Allah, shumë ide e mirë është, ta. Mos më konë që është haram, është shumë interesant. Shumë e mirë. Shtunën është ndalume, nuk shkojmë. Na po gjujmë pershqit gjumon. E i morëmi dillën. A këna zënë pershqit shtunën? Ja. Kërë kanë qitë këtë ide, djetarët e Benu Israilve në popull, disa njerëz kanë thonë, jo, shkajni të thonë ju kjo zbën. Kjo është hile, kjo dallaver. Kështu na nuk vim me juve, as nuk ju njohim juve ju llogaritni si kundërshtar të fjalës së Allahut dhe fjalës së Musës alayhi salatu wassalam. Një grup tjetër kanë thonë, po çka keni ju pershi nuk zini. Jeni keni qira punë. Çka duhen të bëjnë këta? Dëshni të shkojnë me zonë pershin, dëshni të shkojnë. Punë për ta është. Dy grupe. Grupi i tretë janë grupi që e kanë lejuar. Në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala grupin e parë që i ka lejuar dhe grupin e dytë që ka nejt neutral i ka llogarit të njëjtë. S'dush me nejt neutral, dush me thonë që të shtunën zban në zo peshqi. Edhe që shtu shkajni të bojnë, të bëhe hile. Ja, mos u përzi neve sa intereson, jo na intereson. E intereson se jeni duke e deviju fjalën e Allahut e fjalën e Musës alayhi salatu wassalam. Kur t'jen të na fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'kem na qëndrim. A është i kriju më është? Nas nuk thojmë është i kriju, as thojmë që s'është i kriju. As nuk thojnë a bën, as nuk thojnë as bën, por të shka vynë atëre. As bën kë stubi, ai s'fol, as nuk thot bën, as nuk thot s'bën. Atë nuk je i tillë. Besimtar, veçanti ata të cilët kanë dituri në çështjet të cilat janë madhore dhe rrezik për devimin e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk duhet me net neutral të çështja, por duhet me pas njënin prej qëndrimeve, këtë rast gjithmonë me pas qëndrimin e saktë, që në temën e fjalës është qëndrimi i saktë se Kurani nuk është krijuar për këto tre çështje, me të cilat janë praktike, për të cilat duhet me pas kujdes besimtar. E para, mos me prej Kur'anin vetëm se me abdes, e dyta, mos me udhëtu në venet e armiqve të Allahut me Kur'an me veti, dhe e treta, në çështjet të cilat janë madhore, duhet me ardhur një përfundim, ose po, ose jo, po gjithmonë me nxjerr përfundimin i cili është i saktë. Wa qulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.